Nëse e sheh dikon me shami, mos mendo që ajo është perfekte, se s'ka perfekcion në asnjë krijesë, se tek e fundit shamia është veç material. Por a duhemi me e pa veç si material apo si diçka më shumë, e folim më poshtë. Se ti mundesh me qenë me shami, po shumë më shumë provokuese se një vajzë apo grup pa shami në forma të ndryshme. Tjetra, ti mundesh veç hajt që aty me qit shamin edhe me dalë në TikTok, edhe mi fol të natë zezat e me shajt. Edhe në fund ma e keqja kësaj është që njerëz kur hynë me komentu, nuk e përmendin emrin e personit, po thojnë ajo me shami. E çka pi bjen kjo? Që shamia mundet me kushtu veç 5 euro, e mu qit në kry, për mbulesa është shumë ma shumë se qaq. Kështu që, vajzë e dashur, mendo mirë para se mu mbulu. Se mbulesa islame nuk duhet mu pa veç si material, por duhet me u pa si bindje e besim. Ajo përfshi në vete shumë rregulla, të cilat nëse s'mundesh me ju përmbajt, veç jep vetes edhe pak kohë, derisa ta vendos definitiv se don me e vendos. Vajzat edhe gratë me shami normal që nuk janë të pagabushme, por gjithsesi që duhet me dallu për mirë. Mbulesa nuk është lojë.